gjitha rrugët kryesore të vendit që nisin nga jugu, veriu, lindja e perëndimi, përsëri kanë një burim të përbashkët, një pikënyje kryesore, qendrën e Shqipërisë, Tiranën, kryeqyteti i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Përreth shtrihen e qëndrojnë si kuror kodërzat, fushat, fshatrat e vargjet malore, që në një vijim të përbashkët formojnë atë çka ne e quajmë rrethi i Tiranës. Ja disa tipare fiziko-gjeografike, duke u ndodhur në pjesërisht në ultësirën perëndimore. Bëjnë pjesë fusha e Tiranës, pjesa juglindore e vargut Krui Dajt, pjesa më e madhe e kodrave të Krabës, të Erzenit të Mesëm e të Kurizit kodrinor Petrel Vor. Sipërfaqja 1238 km2 dhe zë vendin e 7 në Republikë. Popullsia rreth 329.700 banor. Përfshin 3 qytete: Tiranën, qendra e rrethit, Vorën, Krabën e 150 fshatra. E nisim udhëtimin për në rrethin e Tiranës nga mjedisi bujqësor. Tirana përmendet për prodhimin e rushit, për prodhimin e ullirit dhe të perimeve. Bujqësia jep 14,2% të gjithë prodhimit industrial dhe bujqësor të rrethit. Në Tiranë ngrihen 16 kooperativat bashkuara, 3 kooperativat të tipit lartë dhe 3 ndërmarrje bujqësore. Jo rastësisht e nisën tregimin me vreshtarinë. Tirana në këtë kulturë bujqësore zë vendin e parë në Republikë. Për tiranasit është e njohur ndërmarrja bujqësore Gjergj Dimitrov e 17 nëntori. Këto janë mjediset e tyre të mëdhenj, afro 1575 hektar me vreshta. Këto ndërmarrje janë prodhuesit e furnizuesit kryesor të Tiranës me rush. Ky është një mjedis tjetër bujqësor, ndërmarrja bujqësore Ylli i Kuq. Përfshin fushat e kodërzat e Kamzës, një nga qendrat e banuara të rrethit disa kilometra larg Tiranës. Kamza ka të veçantë komplekset moderne të mbarështërimit të lopëve. Erdhëm në këtë ekonomi, jo vetëm se është një shkollë e prapjes së përvojës përparuar, për Tiranën e banorët e saj është më e afërt, pse furnizon për ditë tregun e qytetit me qumësht, perime e fruta të freskëta. Madje do të theksonim se është furnizuesja kryesore. Në fjalorin bujqësor të rrethit, termi kurora e Tiranës është më e reja. U ndalëm edhe në këtë peizazh monumental të rinisë të kryeqytetit, pse s'është një pamje e zakonshme, por një vepër nga më madhështoret e Tiranës. Mjafton të përmendim vetëm faktin se mbi kodrat djerë u hapën, u taracuan e u mbollën me pemë ullinje vreshta rreth 3.900 hektar. Ja, ky monument
në një udhëkryq ka hedhur vështrimin diku nga Krahina. Për njerëzit sot, e brezat nesër do të tregoj për vendin ku shtrihet Krahina e Pezës. Kjo është peza e djegur 3 herë nga pushtuesit. Sot për të flet shkolla e mesme bujqësore, shtëpia e kulturës, spitali, njësit tregtare komunale, por flasin edhe muzeumet. Jo rastësisht, theksoi muzeumet. Kush njeh Pezën së pani për meritat e këtij vendi e të burrave të saj në luftën kundër regjimit shtypës të Ahmet Zogut e okupatorit. Pezën e mbulojnë gjelbërimi, lapidarët e përmendorit. Ata i flasin historisë. Qeta e parë partizane e luftës antifashiste nacional qëllimtare tregon historia u krijua këtu në Pezë më 21 gusht të vitit 1941. Ja, kjo është shtëpia muze e konferencës së Pezës. Këtu, me nismën e Partisë Komuniste më 16 shtator të vitit 1942, u mbledh konferenca e parë nacional çlirimtare. Me Pezën është lidhur përjetësisht figura e herojit të popullit, e herojit të punës socialiste Myslim Peza. Ishte patriot demokrat, e luftëtar i vendosur antizogist. Ndaj, qysh në vitin 1940 organizoi qetën e parë patriotike të Pezës. Myslim Peza u shqua si mjeshtër i luftës partizane. A i mbeti luftëtar shëmbullor për forcimin e unitetit të popullit rreth partisë, me shokun Enver Hoxha në krye, për forcimin e pushtetit popullor dhe ndërtimin socialist të vendit. Përkarshi në anën tjetër të rreth Tiranës, rreth shpatit perëndimor të malit të Priskës, ngrihet fshati Priska e Madhe. Historia shkruan për këtë vend se më 23 gusht 1943 u formua batalioni partizan Dajti. Ja dhe shtëpia e patriotit Dajceni, e mirënjohur kështu nëpërmjet poemës satirike të shkrimtarit Shevqet Musaraj, Epopeja e ballit kombëtar. Këtu, në fund të vitit 1943, ka qëndruar qarkori i Partisë Komuniste Shqiptare të Tiranës. Petrela e përmendur nga Ana Komnena që në shekullin e 11 me emrin Petrula, i çfaqet çdo udhëtari që lëviz në rrugën automobilistike Tiranë-Petrel. Kalaja është silueta e saj dalluese. Është një fortesë mesjetare që në kohën e luftës së popullit shqiptar kundër hordhive osmane shërbeu si parafortesë e krujës dhe u përfshi në sistemin mbrojtës të Skënderbeut. Siç tregojnë dokumentet, këtu qëndronte motra e tij Mamica. Poshtë kalas është vendosur fshati Petrel. Portreti i rrethit të Tiranës nuk do t'ishte i plot pa folur për nëntokën e saj të pasur. Minierat e Krabës, mushqetase Mzezit dhe miniera e Valiasit, një nga më të mëdhat e vendit, i kanë dhënë Tiranës të drejtën të jetë një nga qendrat më të rëndësishme për prodhimin e qymërgurit. Ja, kjo është miniera e Valiasit, punëtor të së cilës janë qytetar të Tiranës. Prodhimin e parë
e dha në vitin 1978. Gjithçka është mekanizuar që nga prodhimi e deri në ngarkimin e vagonave hekurudor. Kjo është edhe karakteristika e parë e minierës së Valjesit. Tipari i dytë dallus flet për atë se kjo minier është kthyer në një shkollë të madhe për përgatitjen e qindra minatorëve të rinj. Dajti me majën e tij është kurora më e lartë që i qëndron rrethit e qytetit të Tiranës mbi krye. Është një vend turistik e një pikë prej nga mund soditësh natyrën deri tej në horizont ku konturohen brigjet e Adriatikut. Këtu, në fushën e Dajtit, ngrihet ky hotel i madh turistik. Shtëpi të tjera pushimi qëndrojnë përreth. Nga shkalla e Tujanit e deri tek qafa e Priskës janë të pyllëzuar rreth 3500 hektar të shpallura park kombëtar. Natyra e bukur, me ajrin e pastër e klimën e shëndetshme, veçanërisht qenia pranë kryeqytetit, e kanë shndruar në një nga qendrat më të mëdha turistike të vendit. Mijëra banorë të kryeqytetit, sidomos të rinjt e pioner, vijnë e shlodhen në mjediset turistike të Dajtit. Në këmbët e malit të Dajtit, nis dritën elektrike drejt Tiranës hidrocentrali Vladimir Iliç Lenin. Tashmë në sistemin energjetik të vendit, ky hidrocentral zë një vend fare të vogël, se fuqia e tij e vendosur prej 5000 kW-sh është tepër modeste, kur ne sot flasim për fuqira 500.000 kW e 600.000 kW. Por ky hidrocentral ka të veçantë tjetër gjë. Është i pari i ndërtuar pas çlirimit, e që çeli rrugën e ngritjes së hidrocentraleve në Shqipërinë e Re. Një lidhje e padukshme qëndron përherë midis Dajtit dhe kryeqytetit të atëdheut Tiranës. Jo rastësisht, poeti i thuri vargje e kompozitori i ngriti këngë. Rami qytet, mëngjesi bar, rrezia shkëlqeu, mimozat një nga një, uzina pret, turnin e par, Tirane bukur shohesh përsëri, uzina pret, turnin e par, Tirane bukur shohesh përsëri. O moj Tiran, vend lidhje e dëmkaritje, për ty këndoj, o valja e fitoneve. Në zemër të fortë të kemi o Tirane kuqeje, ulinit jeli qita vikeve. Në zemër të fortë të kemi o Tirane kuqeje, ulinit jeli qita vikeve. Ishte viti i tretë i Shqipërisë së lirë, kur udhëheqësi i dashur i partisë dhe i popullit Shoko Enverhoxha u drejtohej urbanistëve e arkitektëve të kryeqytetit. Çështja urbanistike e kryeqytetit duhet na preokupojë
dhe të zerë një vend të parë në Tiranë, si kryeqytet i Shqipërisë së re, të bëhet shembull për qytetet e tjera. Tirana duhet të bëhet qyteti më i dashur i të gjithë popullit. Kryeqyteti do të zhvillohet nga ana industriale, kulturore, artistike, sportive, ai do të jetë një qendër e rëndësishme e vendit. Qysh në vitin 1948, udhëheqësyn i paharuar u jepte të konceptuar krijuesve ndërtuesve portretin e ri të kryeqytetit të Shqipërisë Socialiste. Tirana ngrihet në zemër të vendit si qendër administrative e kryeqytet i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, me një popullsi rreth 215.900 banor. Po, cili është historiku i këtij qyteti që ka të drejtën të cilësohet kryeqytet? Këtu po hapim një parantezë. Për historinë e lindjes e rritjes së Tiranës, dokumentet flasin, fotot e vjetra flasin, por flasin po ashtu edhe monumentet kulturore që ruhen, mbrohen e marrin pjesë në ndërtimin e sotëm urbanistik të qytetit. Me to, ne do takohemi e për to do të flasim, ndërsa tani le të vazhdojmë të ndjekim rritjen e Tiranës si qytet. Ja, t'i kushtojmë pak vëmendje këtij grupi ndërtesash që formojnë bllokun partizani. Ndërtimet ngrihen në formë kulle peskatëshe, midis tyre një hapësirë e sistemuar dhe e gjelbruar, flet për një zgjidhje e formulim të mirë urbanistik e arkitektonik. Në një nga mjediset, një hapësirë e rrethuar me kangjella. Duket që s'është ndërtim i ri, ndonse urbanistët e kanë shkrirë dhe e kanë trajtuar në një unitet me ndërtimet përreth. Këtu fl për të treguar një monument me rëndësi historike për Tiranën. Po, ç'është ky? Në këtë vend, dikur të njohur si Kroji i Shën Gjergjit, ngrihej një faltore e vjetër mesjetare që s'është më. Por pak rëndësi ka faltoria. Sot ruhet zbukurimorja me mozaikët shumë ngjyrësh. Është një vepër që i përket shekullit të 5 të erës sonë. Ndërtimi dëshmon për rëndësinë që filloi të merrte ky vendbanim, që shfaqet si paraardhësi më i largët i Tiranës së sotme. Ndoshta quhej një lloj Tiranë, emër që u trashëgua gjatë mesjetës nga fusha rreth tij. Edhe kaq është i mjaftë informacioni që i sjell brezave ky monument. Është një nga tiparet të Tiranës si qytet që të rritet e të zgjerohet, bloqe të mëdha ndërtimesh. Midis ansambleve ruhet një monument i lashtësisë. Le të afrohemi. Duket i restauruar, i trajtuar me kujdes. Po, ç'informacion sjell e ç'tregon? Vjen si një qytet mesjetar, e ngritur mbi themelet e fshatit që mbante të njëjtin emër në vitin 1614. Bërthama e parë e qytetit ardhshëm, që u ngrit këtu, nën kujdesin e Sulejman Pash Burgjinit, kishte një xhami, një banjë, një furrë e disa dyqane. Në shekullin e 17, Tirana u bë me pazar, nisi të lulëzoj zejtaria, për punimin e ndafshit, pëlhurave prej pambuku, lëkurve, keramikës, metaleve, argjendarisë.
Portreti i kryeqytetit ton qëndron i skicuar qartë, i studiuar i projektuar mbi koncepte të reja. Janë ndërtimet MNZ të qytetit, ndërtime të reja banimi të kompozuara bukur e mjaft funksionale. Kati i parë është menduar për një shërbim të gjerë tregtar. Mbi to, katet të tjerë formojnë pjesën e banimit. Për banorët e Tiranës, ende ruhen të freskëta në kujtesë ndërtimet e vjetra dykatëshe që koha i la jashtë. Të gjitha blloqet e banimit, rrugët e shetitore të Tiranës kanë një pikë kulmore, sheshin Skënderbej. Sheshi Skënderbej është qendra e strukturës urbanistike dhe arkitektonike. Në këtë shesh ngrihen objektet më të rëndësishme të aktivitetit politik e social-kulturor. Kuadrët e filmit i përkasin kësaj qendre të Tiranës deri në vitin 1938. Ky është portreti i vjetër i qytetit që tashmë jeton vetëm në film e fotografi. Po, ç'e lexojmë këtu? Janë elementet kryesor urbanistik të qytetit të Tiranës, pazari i vjetër, banjot, hane dhe lagjet banuara nga qytetarët. Me që kemi në dorë këto dokumenta, le të bëjmë pak histori. Viti 1920 shënon një eveniment. Qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës u vendos në Tiranë, e cila u bë kryeqytet i vendit. Ndërsa shfletojmë fotot e këtyre viteve, menduam të lëm pak vend ngjarjeve më të rëndësishme historike të Tiranës. Ky vend në Tiranë ka parë një skenë të shëmtuar. Më 20 prill të vitit 1924, agjentët e shitur të Ahmet Zogut vranë tradhëtisht atëdhetarin e demokratin e shquar revolucionar Avni Rustemin. Pas kryengritjes fshatare që udhëhoqi Axhi Qamili dhe revolucionit demokratiko-burgjez të qershorit 1924, vim në vitet 1939, kur regjimi Ahmet Zogut përgatiti pushtimin e vendit nga Italia fashiste. Java e parë e prillit 1939 në kryeqytet zihente nga protestat e demonstrantat. Nxënësit e gjimnazit dhe të liceut të Tiranës, pas një shfaqje me karakter politik me flamurin në ballë, dollën në rrugë dhe kërkuan armë. Ishte një revoltim e zëmërimi përgjithshëm që shpërtheu më vonë tek riu Vasil Laçi. Mbretit italian Viktor Emanueli III, Vasil Laçi i tregoi grykën e zjarit e si peshqesh i dhuroi plumbat e zëmërimit të popullit. Qendra e Tiranës si ansambël ndërtimor ka tiparet e kohës. Objektet ndërtimore të traditës që bashkëtojnë me të nuk ja prishin këtë tipar, pra tërësinë kompozicionale. Ja, kjo është xhamia e mirënjohur e Tiranës, që mban edhe një emër tjetër, xhamia e Haxhi Etembeut. Ruhet e mbrohet si një monument kulturor. Mbi portalin e brendshëm, një mbishkrim tregon vitin 1794,
kur filloi ndërtimi dhe vitin 1823 kur përfundoi ndërtimi. Xhamia vetë shquan për proporcionet e harmonizuara midis sallës së faltores, portikut dhe minares, për hajatin e gjerë, për minaren elegante, gëdhëndjen e gurit dhe ngjyrat tradicionale të pikturave të brendis e fasadave. Dhe tani le të ecim me radhë në 3 objektet ndërtimore më të rëndësishme të qendrës. Në veri të sheshit Skënderbej, më 28 tetor 1981, u përrua Muzeu Historik Kombëtar, institucioni më i rëndësishëm muzeal në Shqipëri. Duke u ngritur në qendër, në të njëjtën kohë, ai përbën elementin kryesor të ansamblit urbanistik dhe arkitektonik të qendrës së kryeqytetit. Nga jashtë, arkitektura e jep objektit qendrim monumental. Format e thjeshta krijojnë përfytyrimin e një kështjelle shqiptare. Nga brenda, arkitektura, si të thuash, duket se ndjek kronologjinë historike. Në hall lartësohet statuja monumentale e Shokut Enver Hoxha, një vepër dinjitoze që paraqet udhëheqësin plot mendim të ecën me hap të ngadalt e të sigurt përpara. Muzeu Historik Kombëtar paraqet përmbledhur e me kritere shkencore historinë e popullit shqiptar, që nga periudha e fundit e Paleolitit të mesëm para erës së re deri në vitet 80 të shekullit tonë. Ja momenti më madhor në historinë e Shqipërisë. Në këtë mjedis paraqitet themelimi i Partisë Komuniste Shqiptare. Tiranës, kryeqytetit të vendit, i takonte nderi të priste, të strehonte e të ruante komunistët shqiptar që do të kryenin aktin e madh të themelimit. Ata u mlodhen këtu, te kjo shtëpi e thjesht tiranase, mjaft e përshtatshme, që ndodhej në një lagje të varfër të kryeqytetit. Qysh ditën e parë, më 8 nëntor 1941, kjo dhomë e thjesht, salla e parë e partisë, dëgjoi zërin e Enver Hoxhës. Në emër të grupit komunist të Korçës, Shoku Enver Hoxha parashtroi propozimin për themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare. Në këtë dhomë, mbledhja historike e grupeve komuniste themeloi Partinë Komuniste Shqiptare, sot Partia e Punës së Shqipërisë, si parti revolucionare e tipi të ri marksist-leninist që udhëhoqi luftën e popullit shqiptar. Kjo shtëpi sot është shtëpia e partisë. Çdo maket këtu në muze është një shfaqje në miniatur e shtëpive e objekteve në jetë. Partia e populli i ruan e do t'i ruaj si monumente e shtëpi muze të luftës antifashiste nacional çlirimtare për Tiranën. Ja dyqani Flora. Është një vend historik, ndaj qëndron i restauruar ashtu siç ka qenë këtu në rrugën e Dibrës. Në kryeqytetin e Dheut, në Tiranë, qysh nga janari i vitit 1940, nisi rruga e gjatë e vështirë dhe e lavdishme e Shokut Enver Hoxha si revolucionar profesionist.
E shohim Enver Hoxhën deri në tetorin e vitit 1941, këtu tek dyqani Flora, që kryente veprimtarinë e tij revolucionare me profesionin e shitësit tregtar. Në prag të themelimit të partisë, Shoko Enver Hoxha organizoi udhëheqi personalisht aksionin e parë të grupeve komuniste në Tiranë, demonstratën e 28 tetorit 1941. Pas themelimit të partisë, Shoko Enver Hoxha në krye të partisë, me vullnet të hekurt, nis punën e madhe të udhëheqësit të partisë dhe të luftës. Rrugicat e shtëpitë e varfra tiranase u bën bazat e punës ilegale të partisë e të shokut Enver Hoxha. Këtu, në barakën e Nushajve, në shtëpinë e Ije Farkës, të nën Mine Ketës, të Adivia Gollit, të Adem e Sabri Osmanit, i njohur herë si Tarasi, herë si Shpati, Valbona, Hasani, apo Saliu, Shoko Enver Hoxha, gjatë vitit 1942 deri në mars të vitit 1943, në kushtet e terrorit e të ilegalitetit më të rëndë, zhvilloi veprimtarinë e tij të dendur e të frutshme revolucionare në kryeqytet. Tirana e kuqe, që dijiti gjatë luftës e terrorit e egër fashist, t'i kthente shtëpitë e thjeshta në salla dhe zyrat e para të partisë, në ditët e lira si kryeqytet i Shqipërisë lirë, do të ngrinte sallat e kongreseve. Tirana, për më se 4 dekada u kthye në vendin më të dashur e më të shtrenjtë për udhëheqësin ton të paharuar e arkitektin e Shqipërisë së socialiste. Vendi, prej nga ku ai organizoi e udhëhoqi drejt për drejt partinë e popullin në rrugën e transformimeve revolucionare. Shumë shtëpi të Tiranës së kuqe mbajnë emrin e nderuar shtëpi muze. Ja, njëra prej tyre, Shtëpia Muze e Rinisë. Mban këtë emër e do ta mbajë për jetë, se këtu u themelua organizata e Rinisë Komuniste Shqiptare me sekretar të parë politik Qemal Stafa. Lufta e lidhi Qemal Stafën përjetësisht me Tiranën. Ai ishte një nga bashkëluftëtarët më të ngushtë të shokut Enver Hoxha me themelimin e Partisë Komuniste dhe organizimin e kryengritjes së armatosur. Ky lapidar ngrihet në periferi të Tiranës. U tregon brezave se në këtë vend më 5 maj 1942 u rrethua nga fashistët e luftoi heroikisht deri sa ra heroi i popullit Qemal Stafa. Ja një shtëpi tjetër hedhur në maket. Në këtë ndërtesë, që sot është Muzei i Shtypit, më 25 gusht të vitit 1942 doli numri i parë i gazetës Zëri i Popullit. Çdo stend e muzeut, një foto, një dokument rikrijon një ngjarje historike. Ja, këtu, në kodrën e kuqe të Tiranës, duke luftuar kundër fashizmit italian, dhani jetën heroi i popullit Vojo Kushi e shokët e tij Sadik Stavareci e Gjoxhi Martini. Por faqet më të lavdishme të historisë së luftës antifashiste nacional-çlirimtare mbetet betejë për çlirimin e kryeqytetit. Ato janë 19 ditë net të një epopeje të lavdishme.
rrugë më rrugë, shtëpi më shtëpi, e barikad më barikad, me urdhrin e shokut Enver Hoxha në zemër, forcat e divizioneve e brigatave partizane, të inkuadruara në korparmatën e parë me komisar Hysni Kapon, dhe populli i Tiranës luftuan për shpartallimin e plot të garnizonit gjerman. 127 bij e bija të popullit dhanë jetën. Ushtria naziste gjermane la në fushën e betejës 2000 ushtar, oficer të vrarë e 300 robër. Qyteti i Tiranës i dha luftës 400 dëshmor, deri ditën kur u çlirua më 17 nëntor 1944. Në pjesën lindore të sheshit Skënderbej ngrihet Pallati i Madh i Kulturës, qendra më e madhe kulturore e vendit. Pallati i Madh i Kulturës nisi të ndërtohej në vitin 1960. Në ngjarje në vitin 1961 deshta linte në mes. Revizionistët Khrushovian ndërpren financimin, dërgimin e projekteve, të materialeve e tërhoqën specialistët. Por me vendim të veçantë Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të qeverisë, projektimi dhe ndërtimi vazhdoi pa ndërprerje nga projektuesit e ndërtuesit shqiptar dhe vepra u përorua më 1963. Pllakat prej guri e mermeri që i qëndrojnë veshur u nxorën në vendburimet tona në Karaburun, Prisk, Muhur e Qafshtam. Le të ndjekim tani mjediset e brendshme të Pallatit të Madh të Kulturës. Kjo është salla për 1000 spektator me skenë të madhe e teatrit të operës dhe baletit. Është një nga mjediset më të njohura të vendit. Tipar karakteristik për Tiranën është jeta e gjallë dhe e dendur kulturore artistike. Çdo vit, javën e parë të majit në këtë sallë, Tirana organizon koncertet e majit. Është një aktivitet artistik masiv, ku marrin pjesë rreth 3000 artistë profesionistë amator, 16 grupe artistike, krijohen e ekzekutohen rreth 250 vepra të reja muzikore, koreografike, këngë e valle të formave e zhanreve të ndryshme. Sa të pëlqyeshme e me sa dëshirë priten në të gjithë vendin festivalet e këngës në radio-televizion që marrin rrugë për tek telespektatorët për herë të parë nga kjo skenë, nga kjo sallë. Si veprimtari artistike kombëtare e përvitshme, festivali i këngës në radio-televizion ka nisur për herë të parë në dhjetor të vitit 1962. Qysh atëre, dhjetori është muaji i festivalit që nxit krijimtarinë e përhap këngën e të gjitha llojeve: marshe, lirika, romanca, balada folklorike e ato të tipit të lehtë vallëzues. Pa dashur të përmendim gjatë mjediset e tjera të Pallatit të Madh të Kulturës, sallën e ekspozitave e 2 sallat e tjera, njëra me 150 e tjetra me 300 vende, ndalemi në bibliotekën kombëtare. Kjo është biblioteka kryesore e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Kur zëfill biblioteka kombëtare? U krijua në vitin 1922 me 3000 vëllime të trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vllaznia. Drejtori i parë ishte atletari Sotir Kolea. Pas çlirimit, u hap në vitin 1945. Më 1965,
kaloi në mjediset e Pallatit Kulturës. Sot Biblioteka Kombëtare ka 850.000 vëllime, kur më 1944 kishte vetëm 15.000. Nga disa veçori të Bibliotekës Kombëtare do të përmendim Fondi i albanalogjisë, si më i pasuri në botë. Këtu mblidhen e ruhen të gjitha botimet në Shqip. Dhe diçka tjetër, këtu ruhen mbi 80 vepra të shekullit të 16. Biblioteka Kombëtare është qendra kryesore bibliografike dhe e metodikës bibliotekare. Hotel Tirana, midis Pallatit të Madh të Kulturës e Muzeut Historik Kombëtar, plotëson zgjidhjen urbanistike e arkitektonike të sheshit Skënderbej. Është hoteli më i madh i vendit dhe më i bukur. Dhe tani le të ecim me kamera në mjediset shoqërore të Hotel Tiranës, të hoteleve të tjera e të objekteve shoqërore të kryeqytetit. Ndërtimi më i ri i sheshit Skënderbej është vetë sheshi, një trajtim i ri me një kompleks shatërvanesh që i japin tjetër jetë e freskëj qendrës. Tirana është qendër e rëndësishme kërkimore shkencore. Në tërë shtrirjen e saj janë prapur institucionet shkencore që merren me studime e kërkime në fushat e shkencave shoqërore, natyrore dhe teknike. Në krye qëndron Akademia e Shkencave, institucioni më i lartë shkencor i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, themeluar në tetor të vitit 1972. Në një dokumentar është e pamundur të flitet për çdo zë me radhë, pse ato përbëjnë një ansambël të madh. Janë mbi 30 qendra shkencore që punojnë në fushën e gjuhës e të letërsisë, historisë, kulturës popullore, në lëmin e bujqësisë, të fizikës bërthamore, të kërkimeve gjeologjike e minerare, kimiko-teknologjike, të projektimeve mekanike, të ndërtimit, e kështu do të radhisnim dhjetra të tjerë. Unaza e Tiranës. U tregojmë shikuesve se Unaza pret të gjitha rrugët që dalin nga sheshi Skënderbej. Sot Unaza përbën rrugën kryesore për trafikun e rëndë. Dy pjesët më të bukura të Unazës, që janë kthyer edhe në shetitore për banorët e kryeqytetit, janë ato Buzë Lanës, Marsel Kashen e Shqipëria e Re.
Një nga objektet ndërtimore që do të përmendim përgjatë unazës është ekspozita Shqipëria sot, e hapur për herë të parë në vitin 1970 e që përtërihet e pasurohet rregullisht. Ekspozita Shqipëria sot e njeh çdo vizitor në mënyrë të koncentruar e në miniatur me atë zhvillim ekonomik e kulturor që ka sot Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Veçanërisht këtu pasqyrohet përparimi teknik e shkencor në Shqipëri. Shohim makineri, makete, të dhëna statistikore, fotografi, vend me rëndësishëm prodhimit industriale të rrethit Tiranës. Le të marrim shkas nga këto rritje të revolucionit tekniko-shkencor për t'i njohur shikuesit me tiparet industriale të këtij rrethi. Nisim me një fakt. Tirana shfaqet sot si një qytet me fizionomi e strukturë të qartë. Industria e saj ngrihet në periferi, larg vendeve të banuara, sipas të gjitha normave që mbrojnë pastërtinë e ambientit nga ndotja. Tirana është një rreth industrial bujqësor i zhvilluar. Ajo zë vendin e parë në Republikë në prodhimin e përgjithshëm industrial. Karakteristikë e Tiranës është zonifikimi i industrisë. Tirana ka 3 zona të rëndësishme industriale: zona e kombinatit të tekstileve Stalin, zona e kombinatit të autotraktorave Enver Hoxha dhe e treta, zona industriale Buzlanës. Udhëtimin në një nga zonat industriale e nisëm me kombinatin e tekstileve Stalin. Përmendet si vepra më e madhe e planit të parë 5 vjeçar, pionere e industrisë tekstile të vendit tonë. Gjatë viteve në Shqipëri do të ngriheshin vepra të reja të industrisë tekstile, si në Korçë Berat, e kombinati i tekstileve Stalin do të bëhej për to qendër e përgatitjes të punëtorëve e kuadrove. Tirana është qendra më e fuqishme mekanike e vendit. Këtu gjenden uzina Dinamo, Partizani, Tirana, Dajti, uzina mekanike e gjeologjisë e të tjera, me në krye ndërmarrjen më të fuqishme të industrisë mekanike të vendit, kombinatin e autotraktorave Enver Hoxha, i krijuar në vitin 1978 nga bashkimi i 3 uzinave: uzinës Enver, uzinës mekanike traktori dhe uzinës re mekanike. Në vitin 1978, kombinati e autotraktorave Enver Hoxha prodhoi traktorin e parë të njësuar me zinxhir me 75 kuaj forcë dhe më 1980 motokultivatorin me 12 kuaj forcë. Në tërësinë urbanistike të kryeqytetit, 2 shëtitoret, bulevardi Stalin dhe bulevardi Dëshmorët e Kombit, janë nga më karakteristiket. Ato shfaqen në të njëjtën kohë edhe bulevardet kryesore të kryeqytetit. Si një bosht kryesor, bulevardet Stalin e Dëshmorët e Kombit e përshkojnë kryeqytetin nga veriu në jug. Ato janë vazhdimi i njëra tjetrës, ndërpriten mes nga sheshi Skënderbej e Lulishtja, e vazhdojnë duke e ndarë kryeqytetin thuajse në 2 pjesë të barabarta. Le të tregojmë pak histori. Si rrugë kryesore e bosht qendror, bulevardi me ministrit përreth nisi në vitin 1933. Kishte marrë një formë, por të zhveshur nga të gjitha ndërtimet e Tiranës. Kjo ishte edhe përpjekje e parë për trajtimin urbanistik të Tiranës. Sa e dashur u bë kjo rrugë që më vonë mori emrin bulevardi Dëshmorët e Kombit për veteranët, për rinin, për të gjitha brezat. Sa kujtime e emocione ruajmë ne.
që kemi parakaluar e përshëndetur me uratë të pafund udhëheqësin e dashur e të paharuar shokun e Ndërroxha. Tirana, kryeqyteti i atë dheut, është vendi ku jetoi e punoi për më se 40 vjeçar i shtrenjtë ynë Enver. Ja selia e Komitetit Qendror të Partisë. Ja zyra e punës ku ai punonte. Shokun Enver e shohim të gjallë. E kemi dhe do ta kemi për herë të gjallë e midisnesh, pse ai na la Shqipërinë e re socialiste që jetojmë e gëzojmë sot. Na la veprën e tij pavdekshme. Ja shtëpia ku ai jetoi e gëzonte me fëmijët, niprat, mbesat, si të gjithë në Shqipërinë e lirë. Dilte e bënte edhe shëtitje në mjediset e kryeqytetit të tij të dashur. Tirana është qyteti i artit monumental, kryeqytetit kjo gjini e re e lindur dhe e zhvilluar në epokën e partisë, jashton vlerat e madhështinë. Ja, në qendër monumenti i Skënderbeut. Statuja e derdhur në bronz mbi blloqe të mëdhenj gurush gëlqeror krijon një monument skulptural 11 metra të lartë. Koka lart e vështrimi përpara, për krenaria karakteristike e pajimet ushtarake të lehta me pelerin të hedhur krahëve, portretizojnë Skënderbeun si ushtar të fortë, burr shteti të urtë dhe udhëheqës popullor. Në një sfond të gjelbruar mbi një piedestal të lartë në formë trungu piramide, qëndron statuja në bronz e Vladimir Iliç Leninit. Figura udhëheqësit të madh të proletariatit dhe mendimtari gjenial jepet në një qendrim të njohur karakteristik. Ai duket si tribun që çan me vrull përpara i gjallë me vështrimin larg në horizont. Përballë monumentit të Vladimir Iliç Leninit qëndron statuja e Stalinit. Ja, këtu, mbi rrugën Tirana-Elbasan, del si papritur monumenti i Mushqetas, i ngritur më 1970. Një grusht vigan shtrëngon grykën e madhe të një pushke. Pjesa e dytë është një relief që paraqet në mënyrë simbolike 3 momente të betejës. Mbi një nga kodrat sunduese të Tiranës, mbi faqen që sheh kryeqytetin, ngrihen në formë taracash varezat e dëshmorëve të kombit, të përuruara më 1971. Është një monument përjetësues i luftës antifashiste nacional-çlirimtare, ku prehen eshtrat e 900 dëshmorëve nga të gjitha rrethet e vendit që ranë për çlirimin e atë dheut. Monumenti Nën Shqipëri ndriçon me gjethen e dafinës e yllin e kuq në dorë për të përjetësuar veprën e pavëdekshme të dëshmorëve.
Në krah të saj, nëna Shqipëri mban trupin e birit më të dashur, të shtrenjtit e të paharuarit Partisë të Popullit Shqiptar, Enver Hoxha. Varezat e dëshmorëve janë një blok i tërë mermeri i rrethuar me lule e buqeta lule shumë ngjyrëshe, si shenja e nderimit më të lartë të Partisë të Popullit për ata që vunë gjakun e tyre mbi themelet e Shqipërisë së lirë. Që nga larg, vizitori që përshkon qendrën e kryeqytetit ndjek për një kohë të gjatë mozaikun monumental në fasadën e Muzeut Historik Kombëtar. Është i vetmi i përmasave të tilla në fasada objektesh që ngrihen në Shqipëri. Është një vepër kompozicionale ku figurat përgjithësuese vinë në lëvizje të forta, kalojnë nga një plan në tjetrin, nga epoka e lashtësisë deri në ditët tona. Kulmi është një grup 3 figurash që shfaqet në plan të parë, mes tyre një grua me veshje karakteristike kombëtare, me një hap dinamik, krah hapur e me pushkën e një rëndor, është përfytërim i një përfaqësimi simbolik i marshimit përpara të Shqipërisë. Bulevardin Dëshmorët e Kombit, si të thua, shembull një ndërtesë e lartë e mirënjohur nga të gjithë si qendra e Universitetit të Tiranës Enver Hoxha. Universiteti i Tiranës shquan si institucioni më i lartë mësimor e shkencor kryesor i vendit, qendra më e rëndësishme për përgatitjen e specialistëve me kualifikim të lartë. Por Universiteti i Tiranës është i dalluar edhe për veprimtarinë e tij kërkimore shkencore. Këtu botohen revista shkencore, organizohen sesione shkencore. Ai jep ndihmesën e vet në fushën e shkencave shoqërore e në veçanti për historinë, gjuhën, letërsinë e kulturën shqiptare. Tirana është vendi i jetës së gjallë studenteske. Një qytet i tërë mban emrin studenti. Portreti i Tiranës është mjaft i gjerë. Çdo kënd i kryeqytetit do të ishte një pikënisje për të dhënë një episod, një jetë. Dhe për të mbyllur serinë e veprave dhe institucioneve që janë në të dy anët e shtetitores Dëshmorët e Kombit, le të ndalemi dhe të shohim më nga afër veprën më të re, Pallatin e Kongreseve. Nga objektet shoqërore, politike e kulturore të ngritura në Shqipëri në 5 vjeçarin e 7, kjo vepër është nga më të zgjedhurat, nga më të bukurat. Si një vepër dinjitoze e nivelit bashkohor, ajo shquan për një zgjidhje të veçantë arkitektonike që i jep veprës vlerat e vërteta të artit. Në sallën qendrore të Pallatit Kongreseve, nga data 3 deri më 8 nëntor 1986, zhvilloi punimet Kongresi i 9 i Partisë së Punës të Shqipërisë. Për herë të parë në historinë e kongreseve të Partisë së Punës të Shqipërisë, delegatët e partisë u mblodhen në këtë sallë, pa udhëheqësin e dashurit të shtrenjtë të paharuarin ton shokun Enver Hoxha, por ato mbanin me vehte veprën e madhe e mësimet e tij dritëdhënëse. Në këtë kuvend të madh të komunistëve, këtë radhë ata i printe bashkëpunëtori më i ngushtë e vazhduesi i denj e besnik i veprës revolucionare të shokut Enver Hoxha,
sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, shoku Ramiz Alia. Arti i gjelbërimit si një art mjaft kompleks është një nga elementet urbërës të rritjes arkitektonike dhe urbanistike të qytetit. Ky është Parku Rinia, një nga më të bukurit e vendit. Në tërësinë ndërtimore të çdo qendre banimi, veprat arkitektonike janë elementi primar, ndërsa gjelbërimi përherë është i dytë dhe në funksion të parë. Një lulishte të vetme kishte Tirana me rreth 5.000 metra katrore. Sot, sipërfaqja e gjelbëruar arrin mbi 3 milion metra katrore. Por vepra më e madhe e gjelbërimit të Tiranës është Parku i Madh në kodrat e universitetit, me sipërfaqe 250 hektar, i shtrirë në një territor 2,5 km të gjatë dhe rreth 1 km të gjerë. Ky vend i gjelbëruar ka diçka të veçantë nga parqet e tjera të qytetit të Tiranës, pse i shërben pushimit ditor të kryeqytetasve dhe është në gjendje të grumbullojë në të njëjtën kohë afro gjysmën e popullsisë të Tiranës. Sot çdo qytetar i Tiranës i takojnë mbi 10 metra katrore sipërfaqe të gjelbëruar nga ky park. Dhe diçka tjetër. Parku i Madh i Tiranës pasuron mikroklimën e kryeqytetit. Masivet prej tushku, pishe, cedrusi lëshojnë në ajër një numër të madh fitancidesh, substance të padukshme fluorore, të afta për të ngordhur në atmosferë një varg mikrobesh, sidomos ato të familjes së kokëve, që veçanërisht tek fëmijët shkaktojnë bronchitin, skarlatinën, tuberkulozin. Në këtë mjedis të zbukuruar janë vendosur bustet e rilindasve të mëdhenj, vëllezërve frashëri. Sot, Parku i Madh i Tiranës dhe kopshti zoologjik si vazhdim i saj janë qendrat më të mëdha të pushimit, shlodhjes e argëtimit të punonjësve të kryeqytetit. Udhëtuam në për Tiranën e bukur, në për Tiranën e re. Qyteti në zemër të dheut erdhi në këtë 45 vjetor të themelimit të partisë, e shfaqi edhe njëherë portretin e vetë socialist, portretin e një qendre të rëndësishme të aktivitetit ekonomiko-shoqëror, me jetën, zhurmën e gjallërinë e kryeqytetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.